Shikues të nderuar, ju përshëndes, jeni duke ndjekur minutat informative në televizionin Alpo. Vjojnë pa humbur kohë me kronikat e përgatitura, Drejtoria e Shëndetit Publik në Gjirokastër ka nisur verifikimin rast më rast për fëmijët e pavaksinuar. Sipas mjekëve, injeksioni që kryhet tek fëmijët mundëson mbrojtjen e shëndetit nga 3 sëmundje: fruthi, rubeola dhe shytat. Kjo vaksinë është certifikuar edhe nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Drejtoria e Shëndetit Publik në Gjirokastër ka nisur verifikimin rast më rast për fëmijët e pavaksinuar, kjo bazuar në ligjin e nxjerrë nga Ministria e Shëndetësisë. Gjelo Ibrahimi, mjek epidemiolog pranë kësaj drejtorie, është shprehur se ka një ulje të përqindjes së vaksinimit të fëmijëve, ku dominon komuniteti rom dhe ai egjiptian. Sipas tij, injeksioni që kryhet tek fëmijët mundëson mbrojtjen e shëndetit nga 3 sëmundje: fruthi, rubeola dhe shytat. Kjo vaksinë është certifikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe është detyrueshme për çdo prind që ta injektojë atë tek fëmijët. Janë disa persona që referojnë që kjo është një sëmundje që krijon problemet e autizmit. Ndërkohë që e theksoj me të madhe, kjo vaksinë është e certifikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Dhe të gjithë personat që bëjmë propagandë kundra kësaj vaksine, nesër këtyre do t'ju kushtoj jo pak, po qoftë edhe për një shpërthim të një epidemie të fruthit, apo të një anomalie tjetër, dhe mbi të gjitha, nesër këta fëmijë që janë për arsye që refuzohet nga ana e familjarëve, do të duhet një certifikat vaksinimi, qoftë për të vazhduar studimet brenda territorit të Shqipërisë apo jashtë shtetit, dhe nëse këta nuk janë pajisur me këtë lloj vaksine, nesër do të penalizohen. Jo për fajt të tyre, por për fajt të prindërve të tyre. Për fajt të prindërve të tyre. E theksoj me të madhe këtë, sepse ky kontingjent i fëmijëve të pavaksinuar përbën shkak edhe për një shfaqje epidemie, që nëse një fëmijë është në ambiente publike, në kopsh, në çerdhe, në këto të gjitha fenomenet, dhe është i pavaksinuar, është personi më i pambrojtur. Dhe një fëmijë që është i siguruar nuk kapse të sëmurët për fajt të tjetrit. Dhe në bazë të ligjit për sëmundjet infektive, këto familjar mund të penalizohen deri në kufizim të atyre kufizim të pjesëmarrjes së fëmijëve në ambiente publike. Mos penalizoni fëmijët tuaj. Mos humbisni të drejtën për të mbrojtur nga këto lloj sëmundje. Përpos kësaj thirrje, Ibrahimi ka shtuar se po punohet në çdo qendër shëndetësore për të evidentuar rastet e mospranimit të prindërve për të zbatuar këtë ligj, i cili natyrisht që në të ardhmen do të shënojë mjaft probleme, duke nisur që nga moslegjimi i fëmijëve të jenë pjesë e ambienteve publike, por edhe pajisjes me libretën e studimit, qoftë kjo si brenda Shqipërisë, por edhe jashtë kufijve të saj. Do të qëndrojmë në të njëjtën temë. Ndryshimi i temperaturave është shënuar me probleme të mëdha shëndetësore, të paktën sa i takon fëmijëve të moshës 0-1 vjeç. Pranë pediatrisë së Spitalit Rajonal Omer Nishani në Gjirokastër, gjatë ditëve të fundit të shënuar një numër i lartë fëmijësh, të cilët jo vetëm kryejnë vizita mjekësore, por në shumicën e rasteve ata shtrohen për të marrë shërbim më të gjerë. Ndjekim kronikën e përgatitur. Ndryshimi i temperaturave është shënuar me probleme të mëdha shëndetësore, të paktën sa i takon fëmijëve të moshës 0 deri 1 vjeç. Pranë pediatrisë së Spitalit Rajonal Omer Nishani në Gjirokastër, gjatë ditëve të fundit është shënuar një numër i lartë vogëlushës, të cilët jo vetëm kryejnë vizita mjekësore, por në shumicën e rasteve ata shtrohen për të marrë një shërbim më të gjerë. Mjekët e këtij pavioni bëjnë me dije se shumica e fëmijëve janë diagnostikuar me bronkoplomoni, diagnozë e cila kërkon një regjim mjekëkim disa ditor. Sipas tyre, në shumicën e rasteve janë virozat sinore, kryesisht ato gripale, të cilat bëjnë shkak për këtë sëmundje pasi sekrecionet e akumuluara kthehen pas në mushkëri. Një tjetër faktor, siç pohojnë mjekët, është dhe neglizhimi nga ana e prindërve, të cilët preferojnë që mjekimin e parë ta kryejnë pranë banesave të tyre duke përdorur mjekim popullor, gjë e cila është kategorikisht e ndaluar sa i takon të paktë fëmijëve, e sidomos moshës së mitur. Ndaj bëjnë thirrje që në rast komplikacioni të mos neglizhojnë, por të paraqiten menjëherë pranë pavionit të pediatrisë për të parandaluar më tej avancimin e sëmundjes. Ndryshimi i temperaturave dhe ekspozimi i tepërt i fëmijëve në natyrë në orare të ndryshme është një tjetër faktor që bëhet shkak që vogëlushët të preken lehtë nga virozat, kjo bazuar dhe në imunitetin e dobët që ata kanë. Do të vijmë me të tjera kronika. Autoriteti kombëtar i ushqimit po kryen kontrolle në të gjitha subjektet e tregtimit të mishit dhe në produkteve të tij në Gjirokastër. Rezulton se vetëm një pikë që nuk plotson kriteret është ajo me vendodhje pranë hyrjes së qytetit, për të cilën është marrë tashmë mas bllokimit saj.
Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka vijjuar kontrollet në të gjithë vendin për garantimin e sigurisë ushqimore. Me urdhër të drejtorit të përgjithshëm Dritan Sejko, brenda 2 javëve janë kryer 1200 inspektime në 12 qarqet e vendit. Nga këto inspektime ka rezultuar se 161 subjekte nuk plotësonin kushtet dhe ndaj tyre është marrë masa administrative gjobë dhe paralajmërim. Inspektimet janë kryer në subjekte ku tregtohen produkte mishi dhe nën produktet e tij, në Baxho dhe në subjekte ku tregtohet qumshti dhe nën produktet e tij, në markete, supermarkete, restorante e të tjerë. Në qarkun e Gjirokastrës, sipas kreut të AKU-s Beso Brahimi, janë kryer inspektime në pikat e therrjes së tregtimit të mishit, ku është vënë re se një pikë e cila ndodhet në urën e lumit nuk përmbush kriteret e përcaktuara nga AKU dhe për këtë arsye është bërë bllokimi i subjektit. Ditët e fundit është ndërmarrë në kuadrin e sigurisë ushqimore, kryesisht produkteve blektorale, mishit, një aksion mbarkombëtar në të gjitha subjektet e therrjes së kafshëve dhe tregtimit të mishit. Kjo nuk do të thotë që Autoriteti Kombëtar i Ushqimit gjatë kësaj periudhe nuk është marrë me këtë problem. Ky ka qenë një nga problemet më imediate që ka shqetësuar, prandaj edhe Drejtoria e Përgjithshme ka ndërmarrë këtë nisëm, edhe në kuadër të fillimit të sezonit veror. Ne jemi në gatishmëri të plotë dhe unë ju siguroj gjithë konsumatorëve në përgjegjësinë e AKU-s që gjërat kanë ndryshuar, gjërat po vijnë duke u përmirësuar gjithmonë, me ngritjen edhe një thertore të re në qytetin e Gjirokastrës dhe në rrethin e Tepelenës, problemet e therrjes së kafshëve, mbas edhe një urdhri të kryeministrit Rama për disiplinën e therrjeve, pajisjen e të gjitha kafshëve që do të therren me matrikujt përkatës, gjendja po përmirësohet. Megjithatë, ne me keqare kemi konstatuar se një nga subjektet siç është pika e therrjes të Eura e Lumit, vazhdon që të mos jetë koshient për zbatimin e këtyre detyrave. Nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ki është ribllokuar dhe ndaj këtij subjekti janë marrë masat. Jo vetëm ndaj subjektit, por edhe ndaj specialistëve që monitorojnë therrjen e kafshëve dhe bëjnë vulosjen e mishit. Në këtë pikë janë konstatuar shkelje? Po, janë konstatuar shkelje. Ky subjekt nuk ka plotësuar kërkesat e ligjit për të qenë një subjekt që merret me therrjen e kafshëve dhe që nga ky moment ky subjekt është i bllokuar. Gjithashtu në fokus të inspektimeve ishin dhe produktet ushqimore të cilat tregtohen pasi u kalon afati i skadencës. Në të gjitha rastet e konstatuara, inspektorët e AKU-s kanë për bllokimin e mallit dhe asgjësimin e tij. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit u bën apel qytetarëve që të kontrollojnë në çdo rast datën e skadencës. Gjithashtu bëhet me dije se AKU do të vijojë të marrë masa ndaj atyre subjekteve që shesin ushqime pasi u ka kaluar afati i skadencës. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të kërkon qytetarëve që të denoncojnë në çdo rast abuzimet me ushqimet, në mënyrë që të merren masa të menjëhershme ndaj çdo subjekti. Bëhuni pjesë e lajmit në Alpo Televizion. Nëse ndodheni pranë një ngjarje, nëse keni një problem, telefononi në numrin 069 63 99 007. Ne jemi një telefonat larg jush. Viti i ri akademik 2017-2018 do të sjellë një sër ndryshimesh pranë Universitetit e Qerem Çabej. Sipas rektorit Bektash Mema, janë përcaktuar kriteret për pranimet e studentëve, ndërsa në një fazë të dytë do të bëhen publike edhe kuotat. Viti i ri akademik 2017-2018 do të sjellë një sër ndryshimesh të rëndësishme për Universitetin e Qerem Çabej. Përpos faktit që tashmë Ministria e Arsimit ka pranuar kërkesën e rektoratit për çeljen e Fakultetit Ekonomik, ndryshime pritet të ketë edhe në kuotat e pranimit për vitin e ardhshëm. Sipas rektorit Bektash Mema, në këtë fazë janë përcaktuar kriteret ku kryesorja dhe më rëndësishmja vjon të jetë mesatarja, ndërsa në një tjetër fazë pritet të miratohen dhe kuotat e pranimit. Për sa i përket vitit të ardhshëm akademik, janë miratuar dhe janë përfshirë në Ministrinë e Arsimit të Sporteve kriteret. Për sa i përket kuotave, jemi ende pa i trajtuar si të tilla, do të ketë një moment të afërt kohor për të trajtuar kuotat, dhe natyrisht ne do të jemi të kujdesshëm
edhe në përcaktimin e kuotave, të jemi realistë për prurjet që na duhen në këtë universitet, të jemi pranë së vërtetës, në mënyrë që të thithim pranë këtij universiteti një numrin e caktuar ose prurjet e caktuara studentore, por mbi të gjitha të thithim cilësi. Mema theksoi ndër të tjera se është mjaft e rëndësishme që nxënësit të cilët përfundojnë gjimnazin në rajonin jugor të mos largohen drejt universiteteve të tjera, por ata të gjejnë veten e tyre pikërisht në Gjirokastër. Synojmë, shtoi Mema, thithjen e cilësisë dhe jo të sasisë, pasi edhe historiku i gjithë këtij institucioni atribuohet nxjerrjes së 10 brezave që sot kanë zënë pozicione të rëndësishme në administratën shtetërore. Dhe këtë tradit nuk duhet ta zbehim sot që ky institucion ka të gjitha kapacitetet dhe mundësitë për të dhënë më të mirën. Fermerët të cilët kultivojnë ullirin duhet patjetër të bëjnë spërkatjen e pemëve me ujë, pasi në rast të kundërt i gjithë prodhimi do të shkojë dëm. Specialistët e drejtorisë së bujqësisë pohojnë se tashmë ka nisur edhe fushata e mbjelljeve sezonale, e cila kërkon edhe vëmendjen e fermerëve. Fermerët të cilët kultivojnë ullirin duhet patjetër të bëjnë spërkatjen e pemëve me ure, pasi në rast të kundërt i gjithë prodhimi do të shkojë dëm. Kështu është shprehur Memo Xhaferi, specialist pranë drejtorisë së bujqësisë, i cili ka kërkuar njëkohësisht vëmendje maksimale sa i takon edhe krahasitjes së degëve nga ana e fermerëve. Do t'u sugjeroja dhe fermerëve me që na u dha rasti tani, të gjitha ata që kultivojnë bimën e ullirit të përdorin një sasi ureje ose nitrati, duke hedhur në të gjithë sipërfaqen që zë kurora e ullinjve, rreth në ullin të rritur të hedhin 500 gram, kurse në ullin të ri 250 gram. Aktualisht në rrethin e Gjirokastrës, por edhe më gjerë ka nisur edhe fushata e mbjelljeve sezonale, ku jonxha, e cila përdoret kryesisht në blegtori, por edhe kulturat e tjera bujqësore janë ato që mbillen më së shumti. Kulturat që mbillen tani në këtë sezion janë kryesisht kultura e jonxhës për gjithë qarkun e Gjirokastrës, që është kultura bazë e ushqimit për blegtorin, si që përdoret dhe për thatë dhe për të njohur. Pas këtyre, në vazhdim si në konvejeri perimeve vazhdon duke mbjell spinaqin, sallatrat, qepët e njoma, edhe me shërbimet e tyre në to. Në kulturat të tjera ka filluar dhe përgatitja e tokës për mbjelljen e kulturave të pranverës, si që janë misri, vazhdohet me kulturën e patates, në zonën e ulët që janë toka në ujë. Stina e pranverës përkon dhe me përgatitjen e tokës dhe plugimin e saj për mbjelljen e micit dhe fasules, ndërkohë që edhe për tokat që janë ende në ujë vazhdon mbjellja e patates. Futja në treg e prodhimit vendas detyrimisht që shoqërohet edhe me uljen e çmimeve për konsumatorët. Palestrat janë kthyer në preferencën e të rinjve, ku tashmë përdoret jo vetëm për një fizik të bukur, por edhe për mbajtjen e formën të tij. Me afrimin e sinës së verës, vjetërë një interes më i lartë edhe nga femrat për frekuentimin e tyre. Ndjekim një kronikë kulturore të përgatitur nga gazetarja Dorina Mohaj. Sezoni i plazhit po afron. Me ardhin e tij, njerëzit janë më të prirur të drejtohen qendrave të fitnessit për të pasur një trup sa më në formë. Fitnessi, sporti i trupit të bukur, ka pushtuar botën. Janë miliona persona në botë që janë përkushtuar me devotshmëri stërvitjes së ëmbël të muskujve, me synimin e krijimit të trupit perfekt dhe pa dhjam, e të kërkimit të rinisë së përjetshme. Palestrat tonë frekuentohet nga moshat 4 vjeç e lartë, pasi ne këtu ofrojmë karate për fëmijët e vegjël që fillojnë që në 4 vjeç. Në fillim, para 5-6 vjetësh, ka qenë më shumë gjinia maskullore, por pas këtyre viteve e shikoj që edhe gjinia femërore ka bërë një rritje shumë të madhe. Ambienti tonë është i përshtatshëm për të dyja gjinit, si femërore dhe maskullore, duke qenë se ne këtu ofrojmë për femrat, ofrojmë përveç fitnessit, ofrojmë gjithashtu dhe aerobi dhe crossfit, dhe kjo e bën që palestrat frekuentohet akoma dhe më shumë nga gjinia femërore. Çfarë i këshillon gjithë shikuesve për një shëndet sa më të mirë? Do të sugjeroja pikë së pari të shikojnë mënyrën e së ushqyerit dhe pas asaj vjen gjendja fizike, që duhet të merren me patjetër me fiskulturë, qoftë edhe sikur 30 minuta në ditë, do të ndryshonte komplet gjendjen shëndetësore të tyre.
Ajo çka është më me rëndësi se fitnessi është trend i kohës moderne dhe se njerëzit e kanë aktivitet primar gjatë kohës së lirë. Palestra mund të jetë vendi i dur për të dobësuar, por edhe për të mbajtur trupin në formë. Kohët e fundit, ushtrimi i palestrës po njeh një vëmendje jo vetëm nga meshkujt për një trup sportiv, por edhe nga femrat. Pra, mos harroni, një trup i shëndetshëm vjen si pasojë e një mirëushqyerje. Ekipi Lazarati dhe Aidar Invest janë dy ekipet finaliste të kompeticionit të kampionatit të mini futbollit që po organizohet në Gjirokastër. Ky kampionat zhvillohet në Pallatin e Sportit në kujdesin e Bashkisë Gjirokastër dhe ka startuar më 14 mars ditën e verës. Ekipi Lazarati dhe Aidar Invest janë dy ekipet finaliste të kompeticionit të kampionatit të mini futbollit që po organizohet në Gjirokastër. Dhe janë luajtur dy gjysmëfinalet ato mes Lazaratit dhe Repartit Zjarfikës, si dhe Dari Invest kundër Lunxhërisë. Gjysmëfinalja e parë ka qenë ajo mes Lazaratit dhe Repartit Zjarfikës, e cila ka përfunduar me rezultatin e thellë 9-3 në favor të ekipit të Lazaratit, të cilët dominua në fushën e lojës. Pjesa e parë përfundoi me rezultatin 3-1 po në favor të tyre, ndërkohë që edhe pjesa e dytë pati të njëjtën pasqyrë. Ku fal lojës së bukur, Lazaratasit mbyllën krejt takimin me rezultatin 9-3. Ndryshe nga kjo gjysmëfinale, ndeshja tjetër mes Dari Invest dhe Lunxhërisë dhuroi spektakël sa i takon mënyrës dhe rezultatit, ku veç golave të shumë nga të dyja ekipet u regjistruan dhe mjaft kartona të verdhë, çka tregoi grintën e lojës. Pjesa e parë përfundoi me rezultatin e ngushtë 1-0 për Darin, ndërkohë që në pjesën e dytë ishte ekipi Lunxhërisë ai që mori frenda lojës në dorë, duke e kthyer ndeshjen në 1-3 në favor të tyre, por që nuk ditën të menaxhonin këtë rezultat. Kjo edhe fal presionit të ushtruar nga lojtarët e ekipit të Dari Invest, të cilët jo vetëm arritën të barazonin, por në sekondat e fundit shënuan dhe golin e 5, i cili i dha fitoren duke e quar në finale përballë Lazaratit. Dy prej protagonistëve të këtij ekipi janë shprehur. Falenderojmë publikun, bashkin, për organizimin e bukur, edhe vizojmë dhe që krijojmë këto atmosferat bukura sportive edhe këtu në qytetin e Gjirokastërës. Shpresojmë dhe mund të fitojmë më i miri, edhe besoj dhe publiku u kënaqen disi. Shpresojmë dhe mund të fitojmë më i miri. Ndeshjet e forta këtë punka, sekondat e fundit zgjedhën dhe ndeshje për fundimin. Ndeshje e vështirë, më i miri le të fitoj. Kampionati i mini futbollit po zhvillohet në Pallatin e Sportit në kujdesin e Bashkisë Gjirokastër dhe ka ngritur sipari në ditën e verës. Këto aktivitete shërbenin edhe si mënyrë për të argëtuar publikun gjirokastërit, i cili kishte mbushur shkallët e Pallatit të Sportit. Kanë qenë këto kronikat e përgatitura në këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë të ritakohemi në të tjera edicione. Deri atëherë, mirupafshim.